Ciao Giusy, ciao amore, sì, vengo domani, ti piace mia camera, sì, ciao. Si fytyrë e njohur. Po, fytyrë shumë e njohur është Giusy Ferrari, shoku. Po, Giusy, jam për të vajt në Itali, unë tani një takim kokë më kokë me Giusy. Po, që ishte shenja? Si që ne unë? Kush ta solli në Tiranë ty atë? Bashkia. Bashkia? Po bashkia nuk qelluje drita ta ska cjell Gjuzin. Për çfarë fut kota burit? Na xhepi im dolën 100.000 euro për 100.000 euro? Faktikisht unë si isha nisur për të cjell Gjuzin. Po ka do cilë? Do sillja këtë gocën me mjekër. Konçitën. Po. E donte ditë miri, kishin takim byth me byth. Tash po e sjell ti për qepin. Se mora vesh si filtruan lekët me erdhi kjo. Ka fut në xhep. Po. I kënaqur jam shumë i kënaqur. Unë kam dalë këtu të flasë për universitetin tim, se kam një super ofertë për universitet. Ke universitet? UET-në vlla ke universitetet. UET-në e Çili. Kush e ka kush? Çili. Çili. Po kush është Çili apo? Po Çili Ai i shkurtri trupi braçës. Ky që del të opinionit e Blendi. Po jo se një fare unë atë apo. Ose as dua ta një. UET-ja im o shoku është Universiteti Evropian i tenderave. Tu ka vetëm tendera. Dega kryesore është tenderologjia, që unë e kam mbaruar vetë, po, dhe ka të bëj vetë matematika. Vetë matematikë të plasë të shpirti. Duhet të dish të numërosh deri në 1 milion euro ose dollar, si pas valutës. 100.000 euro, 200.000 euro, 300, 400. Në mënyrë barabartë, po, mbete qefi këtyre, po, i shpërndave pak. Dëgjoj. Kam hapur degën tjetër për shplodhje që është dega e modelingu, ta marri çik shumë relax, po. Qa bëj? Kjo ka vetëm pjeshka, është full. Kuptua, është e vështirë. Është e lehtë, provimet i ka çik të vështira, se i ka provime gojore. Nuk i japin me shkrim, i japin me gojë, por pse më kesh? Po ja vlen. Ka shumë provime dhe udhëhet pshtyma, kështu që ç'a do bëj? E mira është që është diplome akredituar nga ministrat, nga deputetët dhe njët kudo, fillon punë sa mbaron shkollën, në poshtë tavolinës, në vend park makinës, kudo, është sistemojë. E morë vesh. Gjo, po lëndë kështu normale, keti nga të... Normale faktikisht u detyrova të hapja tani me këtë reformën që na bën këta, se na erdhën ja 3.000-4.000 nga këta pabuksat, dhe kam hapur ekonominë dhe juridikun. Po, e pe këtë reforme që bën këta. Dolet mirë do me thënë. Kemi dalë mirë dolen. Kemi dalë shumë mirë. Këta dolen mirë. Këta ngre salca kokës. Ne dolen flak fare. Po dëgjoj. Për këta pa buksat se këta s'bën njerëz, unë kam hapur partiologjinë, që është një fakultet që i bëjmë njerëz o skallë. Ti ngranosh dhe këta. Po, ka tre lëndë kryesore. Lësëjologjia, që është profesor Likja, dhe këtu studentët stërviten se si të ta marrin për parasyrit. Kanë ardhur xhepist autobusi o shoku dhe e kanë farë tenderin kokër më kokër. E morë vesh. Lësëjologjia. Kjo do vetëm gishta të shpejtë. Llogaritar. Jo llogaritar, jo. Bllokist Facebooku. Të bësh blok njerëzve që shajnë të marrin. Reportist. Kemi dhe degën e tretë që është PD-jologjia. Kjo është shumë e vështirë. Po, tu ki kujdes sepse vetë profesor Lulua që e jep ka ngel 4 vite në klasë. Se do vetëm durim kjo. Do vetëm durim. Pas e ngel dhe 4 tjera. Po, thonë që do ngel dhe 4 tjera. Megjithatë, unë për të gjithë ata që kanë aspirata për të bërë drejtora në shtet. Kam nxjerrë në shitje librin tim më të zi. Shërimet e tua, besoj. Janë 800 mënyra se si t'u nxish jetën punëtorëve. Si ti marrë shpirtin. Këtu e gjeni dhe e keni kështu, i bëni punëtorët për të vrarë veten. Na bëj dhurat njële. Ungro, erdha. Dika se ungro. E ndjeve nga era, ha? Se që nga mirë, hajde, ciao.